Vllaznia ka lënë pas krave sfidën e kaluar ndaj Tiranës të mbyllur në barazim pa gola dhe tashmë gjithçka është gati për ndeshjen e së shtunës ndaj Skënderbeut, e cila do të startojë në orën 18 në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës. Kuqeblut do të luajë ndaj skuadrës së vendit të fundit në renditje dhe në pamje të parë mund të konsiderohet një përballje e lehtë, por trajneri Tomas Brdarić nuk mendon në këtë mënyrë. Tirana duhet të jemi sa më të përgatitur për ndeshjen ndaj Skënderbeut. Nuk ka shumë lidhje se në cilin vend renditet në kampionat Skënderbeu. Nuk ka rëndësi nëse ndodhet në fund, në mes të tabelës apo në vendet e para. Ne kemi të njëjtin plan për ndeshjen, ashtu si çdo herë tjetër dhe do të futemi në fushë vetëm për fitore. Prandaj, edhe për ndeshjen ndaj Skënderbeut nuk ndryshon asgjë në këtë drejtim. Nuk mendoj se bëhet fjalë për nënvlerësim. Kjo është në varësi të faktit se sa janë të përgatitur psikologjikisht futbollistët. Megjithatë, nëse kemi një anë psikologjike të dobët dhe ne vlerësojmë të tjerët, atëherë është faji jonë. Objektivi jonë është të përgatisim si duhet ndeshjen, të bëjmë presingun ton dhe të implementojmë idetë tona tek futbollistët për ta fituar këtë ndeshje. Brdarić foli edhe për riparimin e defekteve nga ndeshja e fundit me Tiranën, ndërsa tha se nuk kishte një dëshirë specifike për të ndeshur me ndonjë ekip në kupë. Ishim shumë të ngadalshëm kundër Tiranës. Idetë nuk na funksionuan dhe kjo është diçka që duhet të ndryshohet. Ne jemi duke punuar, duke marrë masat që të mos shfaqim ato defektet që shfaqëm kundër Tiranës. Duhet të përmirësojmë qarkullimin e topit dhe sidomos atë që është ADN-ja jonë, që të shkojmë sa më shpejt në fazën e fundit, pra në portën e kundërshtarit. Kupa e Shqipërisë. Muajin që vjen do të luajmë 3 herë kundër Dinamos. Unë nuk kisha ndonjë dëshirë për ndonjë ekip për të ndeshur në kupë. Çdo ndeshje është një sfidë e re. Do të mësojmë djemt që të kapin objektivat me pasion, të tregojmë tifozëve që do të shkojmë për më shumë se 100%. Nuk ka rëndësi kundër cilit ekip do të festojmë fitoren. Ndeshja mes Vllaznisë dhe Skënderbeut është planifikuar të luhet të shtunën në orën 18 në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës, për llogari të javës së 30 të kampionatit shqiptar të futbollit.